Prindrit e ish policit të Kosovës, Armnor Spahiu, kanë reaguar publikisht pas arrestimit të djalit të tyre nga autoritetet e Serbisë, duke theksuar se akuzat ndaj tij janë të padrejta dhe pa bazë ligjore. Armnori ka dhënë dorëheqje nga puna me 1 nëntor 2022 dhe që nga ajo kohë jeton në Gjermani me bashkëshorten e tij, duke ndjekur një jetë të qetë dhe të rregullt. Spahiu u arrestua më 7 qershor 2025 nga policia kufitare serbe në kufirin mes Serbisë dhe Hungarisë. Ai akuzohet nga organet e drejtësisë në Serbi për kryerjen e veprës penale vrasje e rënd, kinse të kryer në rastin e Banjskës. Sulmi terrorist serb atje ndodhi më 24 shtator 2023. Dorëheqja e Spahiut si ish polic, sipas Kosovës, ndodhi më 2022, një vit më herët se të zhvilloi operacioni i specialsave kosovar për eliminimin e grupit terrorist serb. Çdo përpjekje për ta lidhur emrin e tij me një ngjarje që nuk ka të bëjë me të, është jo vetëm e padrejtë, por edhe e dëmshme. Prindrit e Armnorit bëjnë apel për drejtësi dhe ndihmë ndërkombëtare. Apelojmë tek institucionet ndërkombëtare, organizatat për të drejtat e njeriut dhe opinion publik që të mos heshtin përballë kësaj padrejtësie. Secili meriton një proces të drejtë dhe të ndershëm, e kjo nuk po ndodh në rastin e Armnorit. Autoritetet e Kosovës e kishin quajtur arrestimin e Armnor Spahiut si sjellje jo normale e Serbisë. Në vazhdim e arrestimeve të kohëpaskoshme të kosovarëve, autoritetet bëjnë vazhdimisht thirrje që të shmanget udhëtimi përmes Serbisë. Shënjestër.net